Në Pashaliman do të ndërtohet një kantier modern për prodhimin e anijeve, në kuadër të një marrëveshje strategjike mes qeverisë shqiptare dhe ekonomisë italiane. Fincantieri, një nga ndërtuesit më të mëdhenj të anijeve në Europë. Kryeministri Edi Rama deklaroi se përmes këtij bashkëpunimi do të plotësohen nevojat e forcave të armatosura të Shqipërisë, duke shtuar se fillimisht do të ndërtohen 2 anije, ndërsa numri total i flotës pritet të arrijë në 7 njësi, në përputhje me angazhimin e vendit në kuadër të NATO-s. Do të jemi të parët që do të përfitojnë nga produktet e shoqërisë në mënyrë konkrete nga 2 anijet e para që do të ndërtohen për forcat tona të armatosura dhe që do të çojnë në 7 numrin e flotës tonë, e cila në termat e përcaktuara nga statusi janë madhore, por sigurisht dhe me NATO-n është një numër optimal për sa i përket peshës dhe përgjegjësisë së Shqipërisë në mesdhe, edhe më pas sigurisht prodhimi do të vazhdojë më tej për të eksportuar këto anije, aty ku sigurisht është e qartë që teknologjia e re dhe inovacioni që do të shoqërojnë këtë rrugtim do të implementohet. Një nga elementet kyç të marrëveshjes është ndikimi në punësim dhe arsimin profesional. Kantieri i ri në Pashaliman pritet të hapë rreth 400 vende pune, ndërsa të rinj, veçanërisht nxënësit e shkollave industriale në Vlorë, do të kenë mundësinë të përfshihen në programe formimi të specializuara. Kjo marrëveshje është një lajm shumë i mirë për të rinjt, për vajzat e djemtë të shkollës industriale të Vlorës, të cilët do të jenë të parët, të cilët do të kontaktohen dhe do të ftohen për të marrë pjesë në një rrugtim formal të përshtatur për të qenë nesër, edhe jo në një të ardhme të largët, por në një të ardhme shumë të afërt, pjesëmarrës të kësaj shoqërie të re ekselence në territorin ton, pra në qytetin e tyre të lindjes, dhe ata sigurisht të jenë të shoqëruar në rrugën e tyre të formimit nga profesionet e Fincantierit dhe do të arsimohen si në Itali, pikërisht aty ku Fincantieri ka dhe shpirtin e saj, bazën e saj, por edhe në Shqipëri, në Pashaliman, ku ky shpirt i dytë themi do të marrë jetë së shpejti. Ky investim konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sektorit ushtarak dhe industrial, duke forcuar njëkohësisht rolin e Shqipërisë në bashkëpunime rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e sigurisë dhe ekonomisë.